kërkesën tonë më së miri e argumenton pse është e drejtë licencimi i kompanive para 2-3 dite, 3 kompani të reja. Kjo ta tregon se sa ka qenë i përgatitur dhe sa është bën studimi i mirë. Si është e mundur 4 ditë para se me dalë në tregun e lirë ti licencon kompani të reja dhe thuhet që ata po ofertojnë. Aty sa i vjen një kompani e tretë që licencohet për me ta përgatitur një ofertë, minimumi kërkohet minimumi një muaj kohë, 30 ditë. Për me ta përgatitur ofertën, se nuk i ka dhënat, derisa ti merr dhënat për kompani, derisa ti përpunon dhe ta ofron ofertën nevojitet. Një çështje që ka qenë për neve shumë e çuditshme, kemi pasur rastin kur një kompani ende pa u licencu, ka ofertu. Dhe pyetja te na u kanën, është shqetësim faktikisht edhe për ne se me kon po hinan marrëdhënie kontraktuese. Si është e mundur me ofertu një kompani pa qenë e licencuar? Si ka dita e kompani që do të licencohet? Kështu që është një situatë shumë shqetësuese te biznesi dhe një pasiguri shumë e madhe se si do të procedojmë tutje me sa i përket të daljes në tregun e lirë. Për këtë arsye, kjo konferencë është edhe një kërkesë për institucione, sidomos për qeverinë, se qeveria i dashme të qenë dhe është nda me pejzëres, po qeveria është në shërbim të qytetarëve, është në shërbim të biznesit. Ne si odë ekonomike kemi mision me avoku dhe me mbrojt interesat e biznesit, e kemi me ligj, është obligim ligjor është, dhe i bëjmë thirrje si partner që jemi sektorit privat të qeverisë Republikës Kosovës që ta gjej mundësinë, masën dhe tulët me zëren dhe ta shty edhe për një kohë dalje në treg të lirë. Le të jepet një fazë tranzicionit, ta përgatitëm tregun siç e kanë përgatitur çdo shtet, ta përgatitëm biznesin dhe mos lujna me bizneset, mos lujmi me ekonominë e vendit dhe t'i mbrojmë qytetarët e Republikës Kosovës. Por kur thëm t'i mbrojmë qytetarët e Republikës Kosovës, ta keni parasysh se biznesit i vijnë qytetarë që kanë standard të lartë jetësor. Biznesi don konsum. Qofse qytetari i Republikës Kosovës nuk ka standard, nuk blen, nuk është konsumator, atëherë as biznesi nuk mund të ekzistu. Bile, si shkas ose si arsyeshmëri për këtë që po them, ju tregoj që bizneset këto 2-3 vitet e fundit kanë lëviz me rritjen e pagës. Dikon më shumë, dikon më pak, varësisht prej kërkesës dhe mundësisë që i kanë pas, po qëllimi është që qytetari i Republikës Kosovës të ketë një standard të lartë jetësor, të ketë mundësi për me ble dhe për me konsumu, se vetëm ashtu ekziston edhe biznesi, se nëse s'kemi konsumator, ti si biznes do të mund mbyll. Nëse nuk mundesh me shit ato çka prodhon ose atë shërbim që ofron, atëherë ti do të mund mbyll, do të më shku me një vend tjetër ku ki kërkesë për produktin tënd ose për shërbimin tënd, është shumë e logjikshme. Po biznesi e them me përgjegjësi të plot, asnjëherë nuk ka qenën që qytetarëve të Republikës Kosovës mi urritën fatura energjisë elektrike. Kur nuk është diskutuar, kush nuk e ka nxjerrë si ide së paku, kur heq, asnjëherë. Ne jemi kategorik kundër rritjes së fakturës, edhe kësaj 16% që kemi qenë, po jemi kategorik edhe kundër rritjes ndonjë fakture të re të qytetarët të Republikës Kosovës. Ne kërkojmë që të mbështetet sipas kërkesës së ZRS me 50 milion subvencion për buxhetit të shtetit, se për këtë arsye ruhet buxheti, për këtë arsye është buxheti që në situatat që ndodhesh të vështira duhet të ndërhysh si shtet për me rujt biznesin, për me rujt ekonominë. Dhe këtu është momenti kur qeveria duhet të ndërhyjë me subvencion. Unë pajtona që nuk ish dash me kon qëllim primar subvencioni. Absolutikisht na si odë si biznes e pajtomi. Po kushtet rrethana që i ke kriju dhe që e ke sjell sot biznesin, është momenti me intervenu siç ka qenë për marrë kështu mënyrë analogji te pandemia. Ka ardhur një moment ku s'ke pas kur farë mundësi dhe u desh me subvencionu për me majtë gjallë biznesin. E njëjta situatë është sot, se nuk kemi numër kohë të madh të bizneseve që s'kanë marrë kur farë oferte. Sot është dita e fundit, bizneset ende zyrtarisht s'kanë marrë oferta. A janë fajtor tani bizneset që s'kanë marrë oferta? Edhe vetëm një numër shumë i vogël kanë nënshkruar kontrata. Sa është kushtrim? Mbas informatave që kemi marrë, nuk dihet numri sakt, po nuk është ndoshta as 30 deri në 50 kompani nga ky 1300 që duhet dalin tregun në lirë sipas ZRS, domethënë as 30 kompani nuk kanë nënshkruar kontrata me njërin nga furnizuesit, që në këtë rastin konkret furnizuesi vetëm që ka arrit me dhënë ofertë konkrete ka qenë Kesko. Kesko fillimisht ka dhënë ofertë me çmim fiks, së fundmi mbas informatave tona, çmimi është variabil, me cilën realisht edhe ky është një shqetësim shtesë për të gjitha kompanitë në vendin tonë dhe posaçërisht ato prodhuese, sepse nuk kanë as kapacitete humane në kompanitë e tyre për me kalkulu çmimin, sepse duhet
duhet shikohet në baza ditore, mënyra e konsumit dhe kalkulimi i çmimeve me cilët do të ballafaqohen ato kompani. Domethënë është numër jashtëzakonisht i vogël. Kjo është dëshmon edhe fakti që prej 1300 kompanive që po përfliten, edhe këtu e kemi përmendur edhe më herët, sepse në mesin e këtyre 1300 kompanive janë rreth 1000 kompani të cilat jashtëligjshëm po detyrohen dalin në tregun e lirë, të cilat do t'ju përballen, do të drejtohen gjykatave. Këtë kanë mundë ta ndalin institucionet e menë, mos detyrohemi të shkojmë në gjykata. Fatkeqësisht deri në këtë moment s'ka pas kur një farë lëvizje, do detyrohemi të shkojmë në gjykatë. Nga 1300 kompani, do të kupton që shumica e kompanive, mbi 99% kompanive po mbesin si konsumator fundor aktualisht. Domethënë nga nesër ato kompani nuk do t'ju ndalen energji elektrike, ta kemi të qartë. Ato do të vazhdojnë të furnizohen me energji elektrike, vetëm se as nuk do të shtohet një pajisje shtesë ose në dokument shtesë. E vetmja formë është që do të furnizohen nga keku direkt si i licencuar për konsumatorët fundor. Edhe se harrova një gjë me potencu, se ne jemi duke folur për 1300 kompani që duhet dalin në tregun e lirë. Asnjëherë s'po dihet numri i sakt, vetëm se është i parafort. Po, mirë po, ta keni parasysh që këto 1300 kompani kanë të lidhura edhe me dhjetra mijëra kontrata, me 9 kontraktor, që edhe ata do të afektohen. Nuk është në pyetje vetëm një subjekt i madh ose 1300 kompani si subjekte që po dalin në tregun e lirë. Por nga kjo rritje e çmimit, përveç që do të ndikohen këto 1300, këto nga kjo në mënyrë indirekte do të ndikohen edhe dhjetra mijëra kontrata me 9 kontraktorët që i kanë këto. Dhe çka shqetësimi jon, është sidomos të gjithë bizneset, po me theks të prodhuesi. Se prodhimi jon do të rritet çmimi i prodhimit ton, i produktit ton kosovar, do të na ulët eksporti, do të na vërshoj importi. Se qytetari ka që i ka mundësit. Qytetari e gjen produktin që është më i lirë brenda mundësive që i ka. Me gjithë respektin e ato që e kemi promovu edhe duhet ta promovojmë, që duje tandën, konsumoje produktin vendor, mirë po në fund ditës qa që ka mundësit financiare qytetari për me ble produktin. Kështu që edhe njëherë lutja jam si kryetari i Odës, si përfaqësues i bizneseve që jam, si Odë që jemi e themeluar me ligj që kemi për obligim ligjor me mbrojtje dhe me avoku për interesat e biznesit. Këto e kemi edhe ligjin se është Oda e vetme që është e themeluar me ligj dhe kam prapë tek se obligim ligjor me mbrojtje interesat e biznesit. Shtyne dalin në treg lirë që ta përgatitni tregun si institucione që keni obligim dhe ti përgatitëm ne bizneset si Oda ekonomike për me dalë në tregun e lirë. Ashtu është diskutu çështja për se kur bizneset du dalin në treg të lirë, hinëm në fushat zgjedhore, u majtën zgjedhjet dhe fillimi i marsit na ka ardhur njoftimi. Fillim marsit na ka ardhur njoftimi që me 1 qershor bizneset du dalin në tregun e lirë. Edhe kjo ka qenë ne kemi punu me bizneset në draftligjin që ka qenë duke u punu në Ministrinë e Ekonomisë dhe në Zhdikës. Dhe asnjëherë neve nuk na është thonë që filloni përgatitjet për me dalë në tregun e lirë. Po kjo më së miri dëshmon që as vet zëreja nuk e ka përgatit tregun, nuk e ka përgatit. Po ta kish përgatit tregun, ne sot i kishëm pas furnizues e licencuar, furnizues që biznesi e kish njoft mirë, me kon po lidh, me kon po hin marrëdhënie detyrimore, e jo e ka licencuar djetë sot të hin marrëdhënie detyrimore. M'fal. Ka ku siguria juridike për biznesin mas pari. Po sido që të jetë, as nuk kanë ofertu, as nuk kanë sill oferta, biznesi është shumë i shqetësuar. Është shkaktu një pasiguri shumë e madhe, kur thom një pasiguri e madhe se kanë shumë kontrata të lidhura për shitjen e mallit, për ofrimin e shërbimeve, po edhe për investime, po edhe obligimet në për banka që i kanë bizneset, se nuk janë bizneset pa obligime në për kredina, në për to. Edhe komplet kjo javë që rregullon planifikimin ose planin financiar që e kanë bizneset. Për këtë arsye, për mirujt bizneset e këto është kërkesa që të kemi një fazë të tranzicionit, që ne jemi 100% bashkëpunues dhe jemi partner për mënyrën sa më të lehtë me kalu në tregun e lirë. Edhe ne si Odë do t'ju qëndrojmë pranë bizneseve, po do të kemi dialog të rregullt me organet kompetente, me këtë rast ZRE-n,
që me përgatit biznesin me dalë në tregun e lirë. Na me ligje kemi obligimi mbrojt interesat e biznesit me avoku. Nuk është politizimi çështës nëse ti ngrit zërin për biznesin. Nuk është politizim. Ne nuk mirëmi me politikë. Ne jem puro pasër biznes. Edhe protestën që e kemi mbajt e keni pa që kanë qenë veç biznes. Nuk ka pas as një ndërhyrje, as një kontakt me askon prej politikës. As nuk doj me pas. Ju lutem, pështon e biznesin, pështon e ekonomin. Po, nuk do të lejojmë, nuk do të ullim zërin, qofse na biznesi dëmtohet. Se është investim privat. Kur kush nuk ka ardhur për qeverisë me investu në kompani tona. Ose nuk ma kanë sill kapitalin prej institucione publike, për shprehjen shpërblimisht. Kështu që nuk isha lshu heq në akuza o ato që kanë, e them me plot përgjegjësi, jemi të luftu për 60% të ekonomisë së Kosovës. I patë edhe vetë shifra se sa është ndikimi këtyre bizneseve në ekonominë e vendit, në buxhetin e shtetit, po edhe në çdo familje, se 143.000 të punësum, herë 2, ofër 400.000 qytetarë Kosovës marrin bukë prej këtyre bizneseve.